Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, ju përshëndes nga vendbanimi Shënmëri i Krajinës së Shëngjërgjit. Në emisionin e sotëm do të bëjmë një përshkrim gjeografiko-historik të kësaj krajine, me emër të madh jo vetëm në Shqipërinë e Mesme, por në gjithë Shqipërinë. Për më shumë do të ndjekim intervista ekskluzive që dhanë për ne disa banor autokton dhe intelektual të zonës së Shëngjërgjit. Na ndiqni për më shumë në emisionin Gjurmët. Sevedin, faleminderit që pranove ftesën e emisionit Gjurmët. Për jush, faleminderit. Faleminderit. Sevedin, për realizoj një emision për zonën e Shëngjërgjit, do të cekim pak një vështrim të përgjithshëm gjeografik të kësaj zone, një vështrim historik dhe të tjera detaje që na bëjnë krenarë si shqiptar, por edhe ju si vendali, për këtë zonë, për këtë trevë dhe për njerëzit e saj. Ta nisim nga një përshkrim gjeografik. Na bëni një përshkrim gjeografik. Unë udhtova sot për në Shëngjërgjit nga Qafpriska, për të ardhur këtu ndodhemi në Shënmëri. Tu ndodhemi në Shënmëri, fshat kryesor i madh i Krajinës së Shëngjërgjit ose i Krajinës etnike të Tomadhes. Pse pikërisht ky emër Tomadhe, një emër i lashtë të kësaj zone? Është emër i lashtë sepse malësia Knejdajdit e rreth të Tiranës ka dy krajina etnike. Tomadheja, që përfshin 22 fshatra. Ku ndodhemi ne aktualisht? Ku ne jemi aktualisht, rreth 950 metra mbi nivelin e detit jemi këtu, dhe Bena, ose krajina e Shëpalit, ose Zallbasari që është më tanë. Shëngjërgji, njësia administrative është me 11 fshatra. Nga 22 që ka pas si krahin, që shtrieshi, nga pjesa e Elbasanit, ku janë dy fshatra sot, Korra dhe Mallagjeshi, në kufi me... Pra këto dy vendbanime janë në kufi me Shëngjërgjin, do të thuash. Në kufi me Shëngjërgjin kanë qenë dikur Shëngjërgjit. Kanë qenë dikur. Në vitin 1920 e gjejmë që kryeplejësitë atyre vareshin nga këtu. Qafpriska është perëndimi. Po, nga perëndimi, po. Nga perëndimi. Po të disim anena, Qafpriska është kufi Ndarës, ose Malidatit është kufi Ndarës, midis krahinave të tjera të vjetra të Tiranës, si Priska, ose Tujani, Matan, e gjitha me radhë, dhe nga lindja kemi Martaneshin, pra, që është pjesë, që është pjesë e Bulqizës sot. Kthej nga veriu kemi gurin e bardhë të Matit, edhe Xiprin, me të cilin ndajmë me kullota. Po. Xipri i takon zonës së Bendës, apo? Xipri i takon gurit të bardhë, Petraltës, ose Klosit. Po. Sevedin, pikërisht pas jush ndodhet ky mal. Si quhet ky mal dhe çfarë ka pas këtij? Kjo faqe e Mcekut, ose mali me gropa, ne nuk e thresim mali me gropa. Ky toponim ose ky emër tim është që nga koha e Italisë. Përpara quheshim Mcek. Mceku ishte pjesë e disa fshatrave e Shënmërisë, kryesisht, më pak guri bardh i Klosit, dhe Selita edhe Zallbasari të krajinës tjetër të Bendës. Mund të themi që Shëngjërgji është një zonë rrethuar me male, apo? Komplet me male, toka e punonshme, për shembull, në njësinë e Shëngjërgjit është shumë pak, 1200 hektarë. Kurse Pyje ka shumë, 14 deri në 15000 hektarë. Me Pyje. Është edhe një rrjedhje ujore, lumi i Erzenit, po? Rrjedhja ujore, këtu, për fat, burimet ujore të Shënmërisë, që si kjo unë i kam hasë në Bosnjë, të Sarajev, burimet ujore këtu i ka marrë Tirana. 700 litra në sekond merë minimalja, por në dimër merë edhe më shumë. Po, pikërisht ky mal që ky mal që është pasjush, i cili ka 3 vend burime ujë. Ka Shëngjërgjin, Shumërin këtu, ka gurin e bardhë të Klosit, edhe Selitën, që është vendburimi i parë që ka marrë Tirana. Sevedin, të hidhemi në një pyetje tjetër, ju lutem na bëni një përshkrim historik me minutazh të reduktuar, siç e kemi ne, se për të folur për historinë duhen net gjata dimri, por ta nisim nga 2000 vjet më parë e të vim në vitet 1900 pasaj. Problemi është që dokumentet historike dhe arkeologjia i ka shumë burgë Shëngjërgjit.
Pse, këte ekzistojnë 4 kala edhe 5. Ja, një kemi atje përpara, në atë majnë e Kodrës këtu, në Felqet juhet. Ajo, është një kala aty, janë themilet. Si quhet? Felqet. Felqet. Është e kohës i lirëve, besoj? Jo, kjo bile kohës romakëve, se Felqet dhe me thënë bollek, felicetum, i lumëturisë i asaj. E ka shpjegu Çabek në punë. Kur shpjegon? E latinishtja. E latinishtja për fulltjetin e matit. Ashtu. Por në hartën e fiseve i lire, këtu në Shëngjërq fusin fisin i lirë të kandavëve. Po jo të gjithë e kanë qef këtë fis i lirë. Hartat mësimore të shkollës mesme e kanë këtë fis i lirë kandavëve. Që ka pas këtë periudhë të zonë Qemenik, Martanesh. Është një ujësjellës i lashtë, por ju më na shpjegoni më mirë se çfarë përfaqëson ky ujësjellës dhe kujt epoke është. Ne atë vend aty e quajmë Kroj Markut, edhe hurdhët e Markut poshtë ku vinte ujësjellësi që derë dhe shi ujtë. Arkeologu Skënder Muça ka qenë atje. Ka marrë ato tubat, mashkull dhe femër, edhe thot që këta tuba janë bazë vetëm se këtu në vend. Pra janë prodhuar këtu? Prodhuar këtu. Pra tubat që përçojnë ujtjen për gjatë të linjës. Ajo është një monument kulture, me shumë rëndësi, mirë po, këto nuk e kanë shpallur të tillë. Këtej ekzistojnë me vendim qeverie vetëm 3 monumente natyre, që janë gropat karstike të Mcekut ose të malit me gropa, një, shpella e ujtë që humë në grygën e valit në Bizë, 2, edhe në Katullin Fak është një rap që quhet rapi Komkas. Pra një rap madhështor që mund ta pushtojnë 500-600 vjeçar. Sa burra mund ta pushtojnë trungun e tij? 3-4 veta. 3-4 burra. 3-4 burra. Po. Kam qenë këtë verë se bën një festa tjetër. Edhe ftuan. Mirë, po ka dhe vendet të tjera këtina që duhen shpall monument natyre ose monument kulture. Në Mcek, po aty është një vend tjetër që quhet Hurdha Avdikoçit. Po Avdikoçi ka qenë pronar se ja ti vendi. Jo se e ka bën ajo hurdhë, ajo është natyrale, s'lëviz. E kuptoj. Se këtej malet tona nuk mbajnë ujë. Se vedin, një pyetje tjetër të shkojmë tani në epokën e ndritur të herojit ton kombëtar Gjergj Kastrioti. Kush ishte kontributi banorëve të kësaj zone? Ndërkohë që unë di dhe një fakt historik që Skënderbeu, njërin prej motrave të tij, e pa dhënë përnuse në këtë zonë. Unë i kthehem kujdesës sime në vitin 68 me skenar të Gjergj Zhejt, është bërë një film dokumentar për Skënderbeun. Dhe aty, në kinema Partizani e kam pa, u tha që djemtë e Benës dhe Tomadhes ishin oficerat të Skënderbeut. Ndër këto oficera të Skënderbeut, si pas këngës së prasme të Zbalës, përmenen 2. Një Mojsi Golemi, edhe Nik Peta. Nik Peta ka qenë me qendrën në fshatin Vërij që kemi sot, se i thonë Kodre Nikës, aty, dhe pronat, po si pas Gavril ka pas bizën gjithë, se quhet Livadët e Petës, dhe në rast të Sënojt, atje, është një lugu madh, shumë i përshtatun për të shef kuajt e këta, që quhet lugu i Petjet. Pra disa gjëra me këtë mbiemër. Japin të kuptim. Plus kësa na, tuke na, thonë Elborje Nikës, Kodre Nikës e gjitha me radhë, që të regojnë që Nik Peta ka qenë i Shëngjërgjit. Sepse, ai Gavril Dara përmend 17 toponime që i përkasin Shëngjërgjit. 17 toponime? 17 toponime. Që di unë, po mund këtë në më të tjera, profesor Stefan Aq Polla më ka thënë kështu. Kam qenë atje më Mcek, bali me grove me te. Edhe dhe tha, po si e vendas, nuk mund të dish se qam toponimet. Por është e vërtet që Gavril Dara s'ka qenë në herë në Shëngjërgjë. Po a i thot, i kam si mas gjyshit darë, plakut darë, se ky është Gavril Dara i riu. Kështu që edhe ky person
del që tjetë me rranjë kënej. Mundet, pjesë në mëdhes, dara, kemi një fshat të poshtë që kjo darshen, dara i shenjt. Dara i shenjt. Dara i shenjt. Po. Mund na përmendi edhe diçka tjetër se vedin, sa numërojnë kalat e lashta në zonën e Shënjërgjit? Kalat e lashta që janë qoftë rënoja apo? Qoftë rënoja. E para, me dukshme, me shenjat të qarta, por barbarët kanë shkuja, kanë prish themelet, është në Felqet atje. Në Felqet pra është një kala. Kam qenë 2 herë. Po, një kala tjetër, ku ndodhet? Një kala tjetër e dukshme nda jo, është në krahin në vjetë të Shënjërit, pjesën e Pashkasheshit. Pashkashesh. Po. E treta? E treta, themelet se cilës i gjeti Skënder Muça. Këtu në këtë shpatmalje? Në Shënjërq, në atje sipër. A i kërkojnë për themelet të kishës, dolën themelet kalaje. Kalaje, po. Me sa duket këshin qenë në një vend. Po. Kisha me kalan. Po. Dhe katërta? Muret janë i ka zbuluar i aty. Po janë të dukshme pra rënojat. Po. 1,70 m të gjera. Me gilqere, me kështu, me laç. Dhe një kalat tjetër? Ashtu 3. Një kalat tjetër, i thonë këtu mrapa, janë Cavaris, qytetës së Vakumonës. Vakumon. Vakumon. Edhe aty ndodhe një kala. Kalat ndërtoshin në për vendet banuara. Ati ke kalaja këtu. E Fagut? Jo, kjo e që i thonë edhe Fagut edhe ashu. Po, së është ai, mali Fagut e ka harta, po, jo, se është. Kjo pjesë e kënej është e jo. Po. Aty i thonë qytetës. Do thotë që ka qenë banu qytetës, ka qenë sepse brenda kalave ka qenë një vend banim. Vend banim. Ose përreth saj. Ashtu. Shënjërgje është i vjetër sepse kalaja atje ka qenë e batuar që me kohë. Dhe fakti që tash doli që është i vjetër, sipas studimit që ka bëu ai arkeologu Erikson Nikola, del që Vorrezat këtu janë 2500 vjeçare. 2500 vjeçare. Po. Një pyetje tjetër tani të kalojmë në vitet 1900. Cili është kontributi i banorëve të Shënjërgjit në luftë kundër osmanëve, por edhe kontribute të tjera? Këtu në 902-shin ka ardhur një ushtri shumë armatosur, sepse Shënjërgjit nuk i bindeshin Turqisë për taksa për të gjëra, me në krye Kurbet Çelën dhe Matit. Ata kërkonin të merrnin ushtar apo jo? Të kërkonin ushtar. Donin taksa, donin këto gjëra. Shënjërgjit tha me besë, jo. Edhe me tha si doni, do ikni vetë, apo plasi lufta, ban lagame, ban pozicione lufte, edhe netën disa dita të këtu. Ranë marrë veshje me kryplejsin, edhe ikën me pushkë, me gryk të varur, që më zbënin gjak. Sepse e panë që do mund në shi. Po. Ja po them, një këngë vjetër asaj kohe. Në mëngjes kur raburia, i kukurti nga xhamia. Lami shpanjet një kryeqar, bën llagamin në obor. Se kishe punu natën, për bën llagamin për të shpungur prej këtu për shembull në një pozicion tjetër. Ai, u gojun shtëpiat, ke një gjë e bukur për Shënjërgjin. Po. E qunë të Krungritje, s'ka bëj me këte, me Adi Bek Toptanin. Se Krungritja s'ishe vetë me këtu. Ishe gjithë malësisë Tiranës, edhe malësisë Krujës. Ka pas një moment kur janë bërë mbledhjet e kryepleqve ose të burrave të Tiranës në Shënjërgj? Ishte një kuvend i tillë? Ka pas shumë vende. Ja për shembull, ai fshati i vogël që kemi atje, akoma një vend sot aty thonë ke kuvendi. Bëshin kuvendet e burrave. Burrave. Por kuvendi më i rëndësishëm për mua është me 920-ën që i thanë stop gjakmarrjes. Gjakmarrja ne ka qenë shumë e përhap. Pra kishin ardhur vetëm burra pleq nga zona e Shënjërgjit, ëh? Edhe unë se kam marrë me vete sot nuk e gjeta në gjes. Shofish një shkrim aq të bukur. Edhe morën vendim që më vrasjet mos ketë për hakmarrje. Vrasje kam ndodhur, por hakmarrje s'ka pas. Pse? Se ishte qeveria Sulejman Delvinës, që filloi e para me ligje
për të punë, e pastaj vazhdon ligjet edhe në kona zogut. Ka ndodhur shumë, ja unë kam qenë në Zanës në fillore, kur në aty në Vërri, pajtuan 2 shtëpia. Por kishte edhe i gjaktë, që ta nuk i thoshin gjakë si të bujno. I liron të rrugë, i qonë njerëz për falje. Edhe të parët e asaj kohe kanë qenë shumë të fortë kështu. Edhe pajtimet e para ndodhi midis Shtypanit dhe Memës, 2 familjeve kryesore që ishin vrarë njëri tjetrin, por bën krushti dhe lidhën besën. Ato burra që kanë qenë atëherë, pa 900 e ca, vajza ishte 4 vjeç, djali që u martu me të ishte 2 vjeç, lidhën besën dhe në kohën e luftës kanë luajtur rol shumë të rëndësishëm, sepse sipas Sarafit njëri ishte me lëvizjen komuniste, tjetri ishte me ballin kombëtar, por nuk vran njëri tjetrin, nuk vran dhe Katundin. Katundin e rujtën. Osman, faleminderit dhe ju që pranuat ftesën e emisionit Gjurmët dhe mirë se u gjejmë këtu në krajinën e Shëngjërgjit. Faleminderit ju që morët rrugën dhe erdhët të bëni këtë emision. Po, ju jeni një banor autokton i kësaj krajine, por edhe intelektual i saj. Pyetjet për ju janë të tilla që do të pluskojmë bashkë, do të lundrojmë në ujërat e kulturës së kësaj zone, të kësaj krajine. Unë di që zona e Shëngjërgjit, krajina e Shëngjërgjit, ka çelur shkollën e parë shqipe në fillim të viteve 1900 për trevën e Tiranës. Na flisni pak për këtë moment kaq historik në kulturën e krajinës së Shëngjërgjit, por edhe të Tiranës. Unë mendoj që Shëngjërgji në mënyrë zyrtare atë shkollën e parë shqipe e ka hapë në vitin 1000 në tetor në dorë të vitin 1913. Por unë mendoj që shkolla e parë shqipe është flet më përpara kësaj date, sepse në kohën kur nuk ishte institucione, kur Shqipëria ishte akoma në perandorinë osmane, në vitin 1908 nga Stambolli, një bir nga Shënmëria, një djalë nga Shënmëria, me emrin Xhemal Sula, sjell 3 abetare nga Stambolli, abetare të gjuhës shqipe nga Stambolli. Kështu që data viti 1913 duhet shtyr deri në vitin 1908, se në fundit abetaret kanë ardhur për të mësuar fëmijët gjuhën shqipe, gjuhën e nënës. Dhe ato erdhën në Shënmëri, dhe sepse Shënmëria kishte që në vitin 1850, më fal, kishte Mejtep. Dhe erdhën fill në Mejtep. Në vitin 1908, hoxha i Katundit, që udhëhiqte dhe jepte mësime edhe në Mejtep, fillon e mëson djemt edhe 2 vajza nga Shënmëria mësojnë gjuhën shqipe, të shkruajnë, të shkruajnë gjuhën shqipe, se për të folë kuptohet që flisin gjuhën shqipe. Kjo është e vërtet, është shumë e vërtet që treva e Shëngjërgjit është një veçanti në aspektin kulturor, dhe arsimdashës. Është një substrat interesant etnokulturor, dallon shumë nga ato fshatrat që rrethojnë, dallon nga mënyra e jetesës, dallon nga mënyra e procesionit mortor, dallon nga mënyra e organizimit të dasmës, dallon nga odat e mëdha. Në Shëngjërgj, në krajinën tonë, në Shëngjërgj, Shënmëri dhe Shëngjin, oda ka qenë institucion. Ishte institucion edukues, jo vetëm që tregonte për mikpritjen e kësaj zone, por edhe për edukimin veçanërisht të djemve, sepse burrat e moshuar, të parët e shtëpisë në odat e mëdha arrinin në odë. Dhe në odë zhvilloheshin të gjitha bisedat, aty zgjidheshin konfliktet, aty
zgjidheshin problemet ekonomike edhe të tjera si këto. Po për dasmat e kësaj krahines, ç'mund ta thoni Osman? Dasma e krahinës sonë është shumë e veçantë nga krahinat tjera, për shembull nga Qermenika që është në kufi me ne, por edhe nga krahina e Bendës. Po, çfarë dallon ata? Ja, çfarë dallon? E para e dallon folklori veçantë i dasmës, këngët e veçanta të dasmës. Unë nuk kam parë në rrethin e Tiranës, të paktën në rrethin e Tiranës dhe edhe në krahinat të tjera të Shqipërisë që në vallet e dasmës të falet vallja. Çfarë do thotë kjo? Ja, ua shpjegoj unë. Në ditët e valleve, ose në ditët kur vjen nusja, masi maron darka, shtroje darka, në atë kohë nuk shtroje me pije, po shtroje darka, maron dhe darka, pastaj fillon të rriti i faljes së valleve. Vallja fale fillimisht tek burrat, me këngë karakteristike. Ne që po zëm valle, ne na pas ka hije, si dielli kur bie, si hana me hije. Dhe kjo vazhdonte deri në fund, përsëritet 3 herë me këngë të ndryshme. Më pas, djemt zbrisnin tek gratë, sepse ishin ndryshe gratë dhe në tjetër gratë, në tjetër burrat. Dhe pastaj fillon të falje valles tek nusja. Aty nuk fale kur pa djemt. Djemt ishin niprit e mbesat e afërm të dhëndrit, edhe të nusës. Edhe atje krijoi po ky procesion. Sa krijoi tjetër, për shembull, pritja e valles në Shëngjërq, madhështia dhe bukuria e dasmës jepe nëpërmjet pjesëmarrësve të krushkjeve. Tek ne krushkjet ndaheshin në 2 kategori, krushkjet me këmbë, këmbësor dhe krushkjet me kuaj. Sa më shumë kuaj e mushka të ishin krushkjet, aq më e madhe do ishte dasma. Dasma gjithnjë është bërë me daulle dhe me syrle. Dasma fillonte në rast se nusja merre ditën e ejte, se ka merre edhe ditën e ejte, fillonte ditën e hënë, kthej për sëmbari. Ditën e hënë vinin komshit, njerëzit më të afër, ditën e hënë tek i zoti që do martonte djalin, tek baba i djalit, edhe nëna i djalit, edhe vinin ato të paftuar. Edhe kuptohet pas darke dhe mblidheshin rreth shtëpisë, ne kemi thënë shtëpi e zjarrit, asaj kuzhinës ku edhe të shtëpisë së zjarmit, edhe ne që po zëm dasma atë vallën, pra fillonte me këtë këngë. Kjo ishte dasma e krahinës sonë. Po, më thatë në një bisedë para se të zhvillojmë këtë intervistë bashku, një pikë kulmore e kulturës së krahinës së Shëngjërgjit ishin dhe pjesëmarrjet në festivalin folklorik të Gjirokastës. Na i përmend edhe një këtë fakt. Shëndmëria ka pas fatin që të kishte dritë elektrike që në vitin 1953. Me 28 nëntor 1953-shit, këtu është inauguru hidrocentrali i Shënmërisë. Dhe ku ndodhej konkretisht? Ndodhej në fund të fshatit. Në fund të fshatit. Pjesën më të ulët. Po, në pjesën më të ulët të fshatit. Kjo vjen nga që Shënmëria kishte shumë ujë. Shënmëria ka qenë fshati i 100 burimeve dhe i 8 gurrave. Në vitin 1944, te Gazeta Kombi botohet një artikull i Skënder Delvinës, një gazetarit asaj kohe, Shënmëria ka tundi i 100 burimeve. Po të rikthehemi përsëri te viti 1953 ke hidrocentrali. Ke hidrocentrali dhe pandej u bë dhe hidrocentrali, para se ujë të merrej për të shkuar në Tiranë, domethënë të merrej nga ujësjellsi i Tiranës. Pra është ndriçuar Shënmëria në vitin 1953. Në ndryshim nga çdo fshat tjetër. Po. Kjo solli edhe një farë përparimi, një farë emancipimi, sepse hyri radio, hyri drita elektrike. Unë mbaj mend që qysh në vitet 50
në 50, në drejtimin e mësuesit Alil Ruzi, nga shkolla, unë nuk kam qenë, po nga shkolla, një grup nxënëssh që kanë shku për të konkurruar në festivalin folklorik të Tiranës. Të Tiranës atë, për fjalë festivalin folklorik të Tiranës. Në vitet 60, po. 60, shumë djemë edhe vajza merreshin nga Pallati i Kulturës Ali Kelmendi në atë kohë, se ishte bërë pallati, akoma Pallati i Madh i Kulturës, edhe merreshin e konkurronin për rrethin e Tiranës dhe pastaj për festivalet e ndryshme kombëtare, kur nuk ishte fillu festivali i Gjirokastës, ka fillu më vonë. Në vitet 65 deri në vitet 80, djemtë e vajzat e Shënmërisë edhe të Shënjerit, më fjalë të gjithë zonës, të gjithë krahinës, bënin gati 60-70% të ansamblit këngëve dhe ballëve që shkonte në Gjirokastë. Që përfaqëson të Tiranën. Po. Apo jo? Në udhëheqjen e mësuesit të talentuar Selim Hoxha, grupi i vallëve dhe i këngëve të Shënmërisë edhe të Shënjerit ka shkuar në Gjirokastër dhe kanë marrë flamurin e festivalit Gjirokastër. Po, Osman, edhe një pyetje tjetër, ta marroj. Kjo një ndihmës të jashtëzakonshme dha shtëpi e kulturës. E kujt? Kudo e Shënmërisë. Sepse pra e furnizonte me talente. Xhamia, kudo ushemën xhamia, në atë fortunën e asaj kohe të vitit 1967, në Shënmëri ndodhi një dukuri shumë interesante. U hoq vetëm minarja e xhamisë dhe xhamia u kthy në vatur kulture, në shtëpi kulture. Shënmëria ka pas shtëpinë e kulturës më të mirën e rrethit të Tiranës me përjashtim të kinoklubit të Institutit Bujqësor. Ajo shtëpia e kulturës Shënmërisë merrte 280 veta në karrige të ulura. Spektator. Po, spektator të ulur. Për pajimin e saj, pajimin e shtëpisë kulturës, u kujdes teatri popullor dhe kinema Partizani. A doni të thoni që jeta kulturore artistike në Shënmëri ka qenë shumë e zhvilluar. Shumë e zhvilluar. Po, dhe Osman, dhe së fundi, unë kam dëgjuar, edhe unë jam Tiranës me origjinë, kam dëgjuar që Shënjeri kanë nxjerrur shumë persona me shkollë të lartë ndër vite, apo jo? Pra, dashuria, pasioni për arsimin. Në vitin 1981 është bërë një studim. 1981, unë kam qenë antar i atij komisioni për të studiuar cilit nga djemtë dhe nga vajzat e Shënmërisë kanë marruar arsimin e lartë, jo të mesëm. Dhe unë, Ferik Pema, edhe Kujtim Loga, djes pasin se ato nuk jetojnë më, unë jetojnë. Në vitin 1981, djemë dhe vajza nga Shënmëria, me i fjalë nga krajina e Shëngjeri, nga Shëngjini, Shënmëria dhe Shëngjeri, arrinën në 221 kuadrat larta. Deri në vitin 1981. 221 djemë dhe vajza me arsim të lartë. Për ta konkretizuar, vetëm në Kukës, nga kjo krahin kanë punu 17 djemë dhe vajza me arsim të lartë, vetëm në Kukës, po në Gramshe, në gjithë Shqipërinë. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, vazhdojmë të qëndrojmë në vendbanimin Shënmëri të krahinës së Shënjergjit. Banorët e kësaj zone kanë filluar t'i rikthehen edhe origjinës së tyre, vendindjeve të tyre. Rasti në fjalë është shtëpia Pasmeje, e cila i takon zotit Enver Eshref Hoxha, i cili pas më shumë se 50 vitesh që banon në Tiranë, u rikthye në vendindjen e tij dhe ndërtoi këtë shtëpi. Enver, mirë se u gjetëm këtu në vendbanimin Shënmëri të krahinës së Shënjerit dhe pikërisht në këtë investim, në këtë shtëpi që keni ngritur, pasi ishit larguar nga Shënmëria në vitin 1967 me punë në Tiranë. Si u lindi ideja që të ndërtoni këtë shtëpi dhe për të rikthyer, për të jetuar në vendlindjen tuaj? Megjithëse ka kaluar rreth gjysmë shekulli që jeni larguar. Unë jam larguar në moshën 18 vjeçare nga Shënmëria, vazhdova shkollën dhe pastaj fillova punë në Institutin e Perimeve agronom. Po, si u lindi ideja tani në kohën e pluralizmit për të rikthyer në këtë zonë? Unë
zakonisht kam ardhur dhe të vija në fshat për çdo lloj vizite, për çdo lloj probleme që kishte, por më lindi ideja bashkë me djemt që të ndërtonim një shtëpi. Po. Dhe si përfundim, ja arritëm atij qëllimi, e ndërtuam shtëpinë dhe me mirë kuptimin e djemvet, që edhe këto kanë nostalgji nga unë, pavarësisht se kanë lindur në Tiranë, këto vinë çdo ditë shtune, ditë diele, bëjnë pushimet këtu në fshat. Po, sa kohë ju desh të ndërtoni këtë shtëpi? Që të ndërtonim këtë shtëpi me gjithë sistemin e vendit, u desh koha 3 vjet. 3 vjet. Po. Dhe ndërtuat bashkarisht me djemt, apo? Bashkarisht me djemt, dhe me atë të ardhurat tona, ne arritëm të ndërtojmë këtë shtëpi që kemi këtu, bashkë me këtë vend që e kemi sistemuar, për t'ju alon trashëgimni djemve të mi. Po. Të pyesim njërin nga djemt tuaj që ndodhet në krahun tuaj, Ervinin. Ervin, si ju duke ideja e babait tuaj dhe si e përqafuat ju që të ndërtoni, të bëni këtë investim, këtë shtëpi, së bashku dhe me vllajin tjetër, për të rikthyer për fundjava këtu? Një ide e mirë pritur për nesh, sepse unë kam kaluar pushimet e verës në fshat, nga klasa e parë deri në klasën e 8, pastaj ikëm në migracion, edhe kisha shumë nostalgji për fshatin, edhe kur babai po kërkonte, i thash pse jo. Po për fëmijët tuaj, si ju duke ide? A i duket? Shumë e saktë. A vinë me gëzim kur kalojnë fundjavë? Me gëzim, po. Po. Enver, edhe një pyetje të fundit për ju, lutem. A ka dhe banor të tjerë si ju, krajina e Shënjërgjit, që janë rikthyer për të ndërtuar, për të investuar, për të hapur një kafe, një restorant ose qoftë një shtëpi? Ka. Për shembull, këtu afër shtëpisë time kam një bashkëtar që quhet Bestik Kullaku, edhe ai investoi aty, ka ndërtuar një shtëpi, ka krijuar vresht dhe vjen për çdo ditë shtunë, ditë diele dhe punon edhe te vreshti edhe bëjnë pushime. Po një avantazh për të rikthyer ju në vendin e tuaj është edhe rruga, apo rruga që u bë nga Qapiska. Avantazhi më i mirë që unë kam filluar po ndërtu rruga. Po e ardhmja më dha sikur unë erdha, domethënë, dhe solle rrugën. Solla dhe rrugën. Po rrugën këtu është merit e shpëtim Sinës. Enver dhe Ervin, ju falenderoj për këtë intervistë dhe ta gëzoni këtë shtëpi. Të lumshin kamët, e qofshin nderuar. Faleminderit.